A ka servila në futbollin e Kosovës? Shumë. A ne? A pse që vetë çe? Po thuj, unë po them çoni Çfarë thuje? Çfarë më thon? Unë s'po më haj çiko. Ani? Çfarë po thu? Ani çfarë po thu pra? Po jo, unë po them çoni klub do. Po jo, anë klubun e tash të sën ta vizatoj ti, apo do më dalë me ta vizatua? Jo, mos keni nevojë për publikun, do të thonë për publikun ti më sun ndërprej, se unë kesh t'ia shpjegu publikut se unë po them që publiku është më i mëshëm. Është më i mëshëm se sa na mendojmë. Publiku për shkak vjen. Për shkak nuk vjen sot. Për shembull unë tash, dëshni moment. Se është degradu futbolli i Kosovës. Për shkak ai nuk vjen sot me të këshyr ty. Se si harxhan, nuk e harxhan kohën ai hiç për ty, po shkon del dikon tjetër dhe këshyr një ligë atje. Qyre, më me rëndësi është me këshyr Prishtina drita se El Klasikon. Shumë më me rëndësi është për njerëzit e Kosovës. Pse se zgjedhin drita e Prishtina, po e lëshojnë El Klasikon? Pse? Po flas në rolin e shikuesit. Ti faqen unë tu e përcjell çet emision. Po. Prej divanin shpe, me njerë më kishkumanjat që ti e ki për lirin. Që ata do të me bëtë qartë për publikun i gjithë ti, për shta për të pështë në cilën klub ndodhen këtu... Une, publiku mujnë më konë të nga shiqu 50.000 veta, 100.000 vetë. Unë tash ti 100.000 veta qefin së një plëcaj. Unë e voli ato shka me nëjë. Po anë i të thuje? E po jam të thonë, dre. Po në cilën klub ndodhen? Unë 100.000 veta për njëherë shtu së ndel kuha. Më jam spjegu se cëllit. Se cëllit më me pas në e pyjtje vetë. Që të më dërë që për lirin e ka. Jo, absolut jo. Rasti 2, që rasti 3? Qëre? Që ka mendu për lirin? Ja. Liria është, tash se unë jam subjektiv në këtë punë, Liria është Real Madrid në futbollin e Kosovës. Lorek. Liria, Prishtina, kjo ka që madhe. E po, ati sot Prishtina pak një tru nëse organizohet, edhe nëse ka një fond futbolez, e po është ka janë gjendje me bo plisat. Edhe në Prizren ndodhe njëjta me arpa gjekt. Edhe te këto klubët me Blendi mundru 3 trenera mbrana sezonit. Se mund të ndikoj servizmi të shikuesit. Blendi lanë gjysë nuk e sëraj. Ka du të mi interesu shikuesit, kush është Çto është problemi? Qërët e nafshë që kënë nuk lenë me përformë. Ka i intereson shikuesit kush është drejtor sportiv për shembull të Prishtina. Ose kush është drejtor sportiv të Gjirionit. A di çfarë intereson? Çe? Apo më lenë shumë të kallëzaj. Që unë çes në rrugë me ty shumë kallaj është kjo. Forma se çush menaxhohet klubi për individëve që caktohen. Që shumë herë nuk janë profesionistë të lëmis, për të bërë ngom, ata e bojnë një strukturë, një strategji, e cila nuk mund me prodhu rezultat. Se edhe vetë emërimi tyre është pej hiqit, apo kuptan? Që shtu ndodh edhe pastaj shikuesi tyje dënon. Nuk vjen.